Dhe të dashur miq, të gjithëve na ka lindur një pyetje që thotë që është si të ulim numrin e kafshëve të rrugës, kafshëve që gjenden në rrugë. Pse është ky problem? Vinë turistët, shikojnë në Shqipëri kafshë që janë në rrugë dhe mërziten, irritohen. Nganjëherë këto kafshë në rrugë mund të bëjnë edhe problem dhe shqetësim për njerëzit sepse i kafshojnë. Shkon te koshi i plerave që hedh mbeturinat, gjen atje kotele, mace të ngordhura, mace që qajnë. Domethënë, kafshat e rrugës janë një problem, mendoj, sepse është edhe dhimbshëria e njeriu në lojë që kur i shikon ato të dhimbsen. Dëgjoj pastaj nga shoqata e kafshëve që thonë mbroni kafshët, ruajini kafshët, duajini kafshët, adoptojini kafshët. Mirë, po çështja është se si ti adoptosh, sepse njerëzit s'ka nevojë të ishin për të adoptuar, i kishin adoptuar me kohë, po s'ka nevojë se nganjëherë ato t'i japin alergji në shtëpi ose gjëra të tilla. Tani, si zgjidhet problemi që i uljes së numrit të kafshëve të rrugës? Zgjidhja është sterilizimi, sepse duke i sterilizuar ato, pra sterilizimi nënkupton heqjen e aftësisë riprodhuese të tyre. Duke i sterilizuar ato, i heq aftësinë riprodhuese, ato që ngelen, vjen momenti së muren plakën, vdesin, dhe kështu që nuk riprodhohen më dhe nuk shumohen më dhe si të thuash ulet numri i tyre derisa të vinë në zero. Por sfida e madhe e shkencës është se sterilizimi është i kushtueshëm. Ai ka kosto të mëdha, sepse sot sterilizimi bëhet me procedura e saj është vënia në narkoze kafshës, macqen, çfarëdo kafshë që është, heqja e organeve riprodhuese të saj, qepja, disinfektimi, ilaçet dhe kështu me radhë. Dhe me sa di unë, një mace kushton 40 deri në 50.000 lekë vaksinim, ashtu sterilizim, një qen vetë tek 70.000 lekë për të sterilizuar. Pra, inshallah vjen momenti kur shkenca të realizojë një sterilizim me kosto të ulët. Në atë moment do të jetë shpëtimi dhe për kafshët e rrugës, që nuk do kemi shumë kafshë rruga. Faleminderit.